situatën që do të prevaloj si rezultat i rreshjeve të ditëve të parashikuara për datat 17, 18, 19 deri në datën 22 nëntor 2025. Ashtu sigurisht edhe e theksuat zonja zëvendësministre, është e vërtetë që pjesa veriore kryesisht, ose më saktë pjesa e baseneve të Komanit dhe të Vaut të Des do të kenë intensitet rreshjesh mesatare dhe të larta, çka do të ndikoj, besoj, edhe në të njëjtën sistem edhe në pjesën e Nën Shkodrës apo dhe të Lezhës, ku derdhin elementë kryesor, të cilët përqendrohen në bunë dhe shkaktojnë shpeshherë edhe mbingarkesa në derdhjen e bunës dhe ekspozimin e lumit të bunës në pjesën e Nën Shkodrës, në Obot, Oblik edhe në pjesën e Dajçit. Natyrisht që në zbatim të planit kombëtar të emergjencave civile, Agjencia Kombëtare për Mbrojtje Civile në koordinim të plot me prefekturat dhe me bashkitë përkase, respektive kanë marrë që të gjitha masat për rifreskimin e planeve kombëtare, planeve të emergjencave, për aktivizimin dhe mbajtjen në gatishmëri të plot të gjithë kapaciteteve të deklaruara prej tyre. Dhe sot thuajse të gjitha bashkitë dhe prefekturat në nivel qarku, por edhe në nivel kombëtar janë të mobilizuara totalisht. Pritet data 18 këtë një intensitet të shtuar, cili mund të efektojë drejt për së drejti, ashtu sikur se në këtë datë priten që rreshjet të jenë intensive dhe të përshkruajnë thuajse që të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Ndonse në pjesën jugore pritet që intensiteti në Gjirokastër të jetë më i lartë, çka sjell shpeshherë edhe ngritjen e nivelit edhe të nivelit të Vjosës, përveç aspektit të përqendrimit të derdhjeve në bunë nga Drini apo dhe nga lumenjtë e tjerë, por edhe Vjosa efektohet drejt për drejt edhe nga prurjet e Greqisë dhe të intensitetit në Gjirokastër. Në këtë kushte ne kemi alertuar dhe kemi thirrur në gatishmëri, si po thuash, po thuajse edhe prefekturat e tjerit edhe të Vlorës për të qenë në gatishmëri të plot. Kapacitetet në nivel kombëtar janë të gjitha në gatishmëri të plot, forcat armatose, policia e shtetit, zjarfikset dhe të gjithë strukturat e tjera që përbëjnë strukturat e sistemit të mbrojtjes civile në Shqipëri, ashtu sikurse Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile është angazhuar me të gjitha instrumentet e saj për të qenë prezent në të gjitha momentet kur qytetarët do të kenë nevojë, qoftë për nevoja imediate deri dhe në evakuimin e banorëve nëse do të dalë domosdoshme, por gjithsesi në varësi edhe të situatës jemi në komunikim të drejtë për drejtë dhe në zbatim të vendimit të Këshillit Ministrar 923 për koordinimin dhe ndërveprimin e të gjitha institucioneve, do të bëjmë njoftime të rast pas rasti dhe në kohë rekord për të gjithë situatën që do të prevalojë. Faleminderit. Shumë faleminderit drejtor. Ne pak më vonë kemi lënë edhe një takim online me 12 prefektët e sharqeve, nga ana tjetër dhe të gjithë kryetarët e bashkive, të cilët zakonisht preken nga përmbytjet. Megjithatë, fjala për